Ju përshëndes nga Reqaku. Jemi në prag të shënimit për vjetorit. Jemi të shtatoria të madhit William Buker, cili falti kjo masakre të mërshme është shfaqna për gjitha mediat e botës dhe është konsideru si gjenocid që po bëhet në Kosovë, edhe nga këtu është marrë shkas me fillu bombardimet e natës me këtë vend të shenjt të shqiptarëve që sos një ndjeri. Përshëndetje Bukurosh, apo jo hec? Sa vjet i ki? Oj, zof, lumt. Edhe ajo që kam është e veçanta që William Bukeri e kalon amanes për zgjollë që mu vërrosën këtë vend, dhe më thonë një Amerikan me ardhë mu vërrosën këtë tokë shqiptare. E ka citatën e ti, sa herë vi këtu është ftoft, sa herë vi këtu është acar, sa herë vi këtu i kujtoj me aq dhëndjet të rënët në këtë vend. Ha, por shetsuf. Oh! Ja dhe Shqipja sot valon liri. Gjoku i tyre dritë. Mirë pa pas fillimit bombardimeve të natës, pastaj ka pas masakra të mërshme. Na për krejt Kosovën po ashtu edhe në fshatin tim Krushe, ku janë vrarë masakru 243 persona, dhe është familjes teme 8 janë, me babë, me agjallare, me ushtartë fitimin e mlerin, që fitimi tash e ka një janar për vjetorin, është barrasën pleqk, mlerin ushtarake, që e medit marë. Këtu janë e mëte. Sukses shumë je. Përndu shonë shofer që 35 vite. Ka dalë sup se këthej qika. Nuk dina me hinë shpi.